Përshëndetje, mirëmbrëma, dhe mirë se vini në konferencën për media para ndeshjes Suedi-Kosovë, siç po e shihni me ne është selektori Franco Foda dhe futbollisti Fisnik Aslani. Hello everyone, welcome to the press conference ahead of the match Sweden-Kosovo. We are sorry that we are like 15 minutes late, but we just flew now, and because of the traffic, we didn't came exactly at 7. As you can see with us are our head coach, Mr. Franco Foda, and player Fisnik Aslani, who are open for your questions. Sprenici prej të kërat e Kosovës për Fisnikën e kam një pyetje. Jemi në djeni që ndesha prej ndeshës do të alloj. Mendoni se Kosova do të mund të paraqitet sikur se në Fatil Vogti dhe kështu të befasoj këndshëm Suedin që ka trenin e fundit për të luftuar për atë pozitin e dytë të cilën e morë për momentin e? Po, besoj që po. Besoj që normalisht është një lojë shumë e vështirë me Suedin, edhe që kena fitu lojën e parë, po besoj që këtu më kanë edhe apet ma shtirë me fitu, se sidomos kur musafir është ma shtirë, po besoj që se edhe na kvalitetin tonë në fush nesër, besoj që mujna me arrit një rezultat pozitiv. Yes, I do believe that we have some chances. We are fully aware that it will be a very tough and hard match against Sweden, even though we have won the first match, but here it will be way more harder, way more tough, because as always in away matches it's harder to play. But if we show our qualities, if we give everything that we can give, then I think that we can take a victory also here. Question for the coach. Sweden is kind of under pressure after just taking 1 point, and they really need to win this game. Do you think that's an advantage for you, that Sweden really needs to go forward and try to get a victory? Schweden hat eine Mannschaft, die immer nach vorne spielt. Sie haben große Qualität, vor allen Dingen im Angriff mit Görgeres und auch mit Isak, auch Elanga, falls er spielen sollte. Und es ist eine spielstarke Mannschaft, die immer wieder den Gegner unter Druck setzt, die Pressing spielt über 90 Minuten, die über weite Strecken immer 1 gegen 1 spielt, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Also es wird ein intensives Spiel, schwieriges Spiel auch für uns. Und wir erwarten Schweden, ja, die von Anfang an Druck ausübt. Sweden is a very direct team in the attack, and also have big quality in the attack with players like Isak and Görkeres, even Elanga if he's going to play. We have to expect a high intensity game. They will play fast forward, they will press a lot. They press over 90 minutes, so we have to be ready for 90 minutes of pressure from them and be prepared for a very intense game. Suedia është një kundërshtar shumë i fortë që luan futboll shumë direkt, kanë shumë kualitet në sulm me futbollistë që janë Isak, Gyökeres, por edhe Elanga nëse luan. Jemi të vetëdijshëm që na pret një ndeshje shumë e vështirë, një ndeshje me intensitet shumë të lartë, do të ketë pressing shumë të lartë për anës së tyre, por jemi të vetëdijshëm për këtë dhe pavarësisht presionit që kanë, e dim që do të jetë shumë vështirë dhe do të jetë ndeshje shumë e fortë për ne. Therefore, Herr Foda, you were able to punish Sweden on the counter-attack last time around. Do you expect Sweden to be a bit more cautious this time around? Also Schweden sind nicht nur im Konterspiel gut, sondern sie haben auch spielerische Qualität. Das haben sie auch in allen Spielen gezeigt. Und auch bei uns zu Hause waren sie auch über weite Strecken auch spielbestimmend. Aber wir haben in diesem Spiel defensiv gut gespielt. Wir waren gut gegen den Ball, und das war der Schlüssel zum Erfolg. Und auch morgen wird es ganz wichtig sein, dass wir vor allen Dingen defensiv sehr gut spielen, dass wir sehr kompakt stehen, dass wir auch selbst sehr aggressiv gegen den Ball spielen. Und dann werden wir sehen. Sweden is not only good in the counter-attack, but also a good team in possession. And we have to be very tight in the defense. We saw it in the first game against them. We had good control in the defense because we stayed tight. Sweden was mostly dominant in that game with ball possession, but we had chances over the counters. And it's going to be the same key to the game again, that we are compact in the defense, but also be aggressive in the pressing
and don't give them much room. Suedia nuk është skuadër e fortë vetëm nëpërmjet kundërsulmeve, por edhe nëpërmjet posetimit të topit. Është ekip që luan shumë mirë me topin, por është ekip po ashtu që bën edhe presion shumë të lartë dhe ngjitet shumë lart në fushë, prandaj ne duhet të luajmë shumë ngushtë dhe shumë kompakt në fazën defanzive. Ky ka qenë edhe Chelsea i lojës i suksesit që kemi pasur në lojën e kaluar, kur kemi luajtur kundër tyre nëpërmjet një mbrojtje shumë të kujdesshme dhe të ngushtë, dhe më pas kemi arritur të shënojmë nëpërmjet kundërsulmeve, dhe kështu do duhet të jetë fokusi edhe në ndeshjen e nesërme, edhe pse përveç lojës së kujdesshme në fazën defanzive dhe mbrojtjes së ngushtë, ne po ashtu do të provojmë të bëjmë presion dhe të kemi intensitet sa më të lartë në këtë përballje, por ndryshe kjo është vetëm një forcë se si duhet dhe mund të luajmë kundër një kundërshtarit të tillë. Edmond tha që Radio Televizioni i Kosovës një pyetje për trajnerin, duke marrë parasysh mungesat e theksuara që i kemi në këtë përballje kundër Suedisë. A mendoni që Kosova do të arrijë të ruajë pozitën e dytë që eventualisht shkojmë në bashkë? Coach, taking into consideration the fact that we are missing some very important players for this match, do you think we have chances to keep the second place in the table even after these matches and keep dreaming about the second place in the end of the qualifiers campaign and securing a spot in playoffs? Ja, jeder in der Gruppe hat das Ziel, den ersten oder zweiten Platz zu belegen. Und morgen ist für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel. Klar müssen wir den einen oder anderen Spieler ersetzen. Jetzt sind noch 2 Spieler ausgefallen, mit Elvis Rexbecai im Mittelfeld und auch Fidan Aliti aufgrund einer Gelbsperre. Aber wir haben genügend Spieler mit Qualität hier an Bord und wir werden auch diese Spieler kompensieren können. Das haben wir auch in den letzten Spielen schon gezeigt. Of course, everybody in this group wants to either win the group or get the second place. It's a tough group. Yeah, we're missing some players, and we will miss 2 additional players in the next game with Elvis Rexbecai because of an injury and Fidan Aliti because of a yellow card suspension. But we have a good quality in the squad, so we will be able to replace them and have a good game here in Sweden. Po, absolutisht është një grup në cilin të gjitha 4 skuadrat shpresojnë se do të marrin qoftë vendin e dytë, qoftë kualifikohen drejt për drejt, sepse është një grup shumë i fortë dhe të gjithë kanë gjasa. Sa i përket mungesave për ndeshjen e nesërme, fatkeqësisht përveç atyre që i kemi pasur më herët, kemi edhe disa mungesa shtesë, siç është mungesa e Rexbecait për shkak të lëndimit apo Fidan Alitit për shkak të kartoneve të verdhë, por ne kemi futbollistë kualitativ, futbollistë që mund të zëvendësojnë ata dhe do të luajnë në pozitat e tyre dhe duhet të shkojnë përpara me këtë kontingjent të futbollistëve që kemi. Two questions to the coach. First of all, how predictable do you think this Swedish team is, and how do you take advantage of the Swedish tactics in the game in Pristina? What was the first question? How predictable do you think they are with the way they're playing? Ja, der Trainer will offensiv spielen, sie wollen nach vorne spielen. Das ist ihr Spielstil, dass sie einfach von der ersten Minute an aggressiv spielen gegen den Ball. Sie wollen relativ schnell ins letzte Drittel kommen, wollen über die 2 Spitzen zum Abschluss kommen und das ist ihre Spielweise. Yeah, they want to play fast forward, be aggressive with it, play very direct. That's their style. The coach wants that from them. They try to get as fast as possible into the last third and try to create scoring opportunities over the 2 strikers, and that's how they will play. Und sie werden genauso spielen wie schon auch in Pristina. Das Einzige ist, dass Isak wahrscheinlich von Beginn an spielen wird. Das hat er jetzt auch schon gegen die Schweiz getan. Und dann ist die Frage, ob Elanga nach vorne spielt. Das ist der einzige Unterschied. Aber generell, ich habe ganz viele Spiele von Schweden gesehen. Sie haben immer, wie gesagt, die gleiche Spielausrichtung. Sie wollen das Spiel bestimmen. Sie spielen sehr oft 1 gegen 1 über den ganzen Platz. Sie spielen schnell nach vorne. Und das erwarten wir morgen auch.
we expect them to play the same. They played in the Pristina game, they showed it against Switzerland again. The only difference is that this time probably Isaac will play from the beginning. Only other question is if Elanga maybe plays as well with him up front. So we expect the same game like we expected in Pristina. They showed it in Switzerland as well. I watched a lot of games of them from the past as well. They were pretty consistent with their style, and you can see they're aggressive in possession and also against the ball they play 1 versus 1 over the pitch. And we expect mostly the same game tactics-wise from this game here in Sweden. Stili i lojës së Suedisë është I qartë, është futboll ofanziv, futbolli drejt për drejt, është një skuadër që luan në mënyrë shumë agresive në aspektin ofanziv të lojës, kërkojnë që të vinë shumë shpejt tek shënimi nëpërmjet 2 sulmuesve të tyre dhe kështu kanë luajtur edhe në Prishtinë, besoj që kështu do të jetë edhe nesër, kështu ka qenë edhe në ndeshjen e fundit kundër Zvicrës, e vetmja dilemë që kam është se kush do të jetë në sulm me Aleksandar Isak, do të jetë Elanga apo do të jetë dikush tjetër, mirë, por në përgjithësi mbetet një skuadër shumë e fortë dhe konsistente në idetë edhe në lojën e vet. Unë kam parë jo vetëm ndeshjet e fundit, por edhe nga ndeshjet e kaluara ata gjithnjë kanë insistuar për të luajtur në këtë formë dhe besoj që kjo është mënyra se si do të vazhdojnë të luajnë edhe në ndeshjet e radhës përkatësisht nesër. Fisnik, how surprised are you that Sweden only have 1 point after 3 games? Po besoj që është surprizë e madhe, se me kështu çfarë ekipe kanë shumë kvalitet të lartë, me shumë belisumin e kanë ekstrem të fortë me lojtarë si Isak, Gyökeres, Elanga dhe plot tjerë. Që ata më kanë befasu që e kanë veç një pikë, po është një ekip shumë e mirë, kështu që na do të më dha maksimumin edhe nesër dhe të më kanë një lojë shumë e vështirë. Well, I'm quite surprised with this, to be completely honest, because we are talking about a very, very strong team, which has especially very strong forwards and attackers with Isak, Elanga, Gyökeres, but also with a lot of other players. So based on this, on their qualities, on their experience, I do believe that it's a big surprise that they have just won 1 point. But still, it will be a very tough match for us, and we are looking forward to it tomorrow. If there is no other questions, thank you. Nëse nuk ka pyetje tjera, faleminderit shumë. Thank you.